Në ambientet e bibliotekës shkencore të Universitetit Luiq Gurakuqi u zhvillua konferenca nga Raceta Televizja. Kjo konferencë shkencore kishte si qëllim të evidentonte rolin e aktivitetit fizik në shëndet. Aktiviteti fizik, ushtrimi fizik është një medikament. Duam që shëndeti i popullatës të jetë sa më i mirë në mënyrë që të jemi të integruar në të gjithë aktivitetet shoqërore, shëndetësore e tjetër. Gjatë konferencës u prezantua nisma globale Exercise is Medicine, e cila synon ta bëjë vlerësimin dhe promovimin e aktivitetit fizik, një standard të rutinë në çdo vizitë klinike. Unë jam këtu për të thënë shkurt dy gjëra. Së pari, si titullarit të institucioni, bëj me dije të pranishme që ekziston një marrëveshje zyrtare bashkëpunimi midis AIM Albania dhe Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi, dhe natyrisht ne jemi vendosur që ta vijojmë të bashkëpunim. Një nga shtruat kryesore të këtij bashkëpunimi është përfshirja aktive e studentëve tonë. Ne besojmë fort se universiteti nuk duhet të jetë vetëm hapësirë e transmetimit të dijes teorike, por edhe qendër e shërbimit ndaj komunitetit. Në kuadër të këtij partneriteti, studentët e programit të edukim fizik, sport dhe shëndet do të kenë mundësinë me kontribut në mënyrë konkrete në sistemin shëndetësor, duke ofruar shërbime strukturuara dhe të mjekëqyrëra profesionalisht. Konferenca shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe promovimit të aktivitetit fizik si pjesë integrale e kujdesit shëndetësor.